Pra zgjedhjet lokale që i kisha ftuar me 26 shtator nga Gjermania, nga vendi ku jetoj, të ftohen në debat politik, në zgjedhjet komunale të 12 tetorit, PD-kën, LDK-n dhe vetë vendosin u tregua e shortët. Domethënë nuk u paraqetën nga ideja ime që kisha nga Mene Sadiku, gazetari pavarur, diskutime për komunën dhe mendimet që të janë në komunën tonë në zgjedhjet. Domethënë edhe publike që bëra me të dytin, për në Brezovicë dhe kushtet që ofrova, dhe nga kjo dhe gjithët ishin të shurdhët dhe mbetët të shurdhët, që se e bona edhe me thënë publike që me 4 tetor mbyllët. Me thënë me 4 tetor është mbyllët thikë me publike që pata dëshirë dhe përpjekje për debatojmë për komunën tonë dhe mundësitë tona sa të afrojmë. Me thënë të treve kryetarëve, jurej sukses dhe punë të mbarë në karrierën e tyre politike. Kjo mbetet gjeneralët e arme të bëj pyetje dhe e tjere në mënyrë të zgjedhore pse u frikuan Mene Sadikut. Mene Sadiku, gazetari pavarur me qëndrim në Gjermani, dhe tash në banim të në Fjeraj. Ju përshëndes dhe juroj një jetë të gjatë dhe suksese në jetën e tuaj politike. Kalani bukur. Inqizimi është e bërë në Fjeraj.